Me 14 shtator 2021, doktor Xheboja vdes duke lënë pas vete kujtime të bukura e veprat që emrin e tij do ta ngrisin në plejadën e yjeve që me përkushtimin më të madh i shërbyen fesë dhe vendit. Ai është varrosur ditën vijuese, pra me 15 shtator në varrezat e fshatit Kërnicë të Klinës. Në ndarje ne do donim që të përfitojmë disa mësime nga jeta dhe veprimtaria e doktor Xhebojës. Në radhë të parë veçojmë mësimin për kërkimin e diturisë. Kërkimi i diturisë duke shkuar larg familjes dhe duke qëndruar për vite të tëra, duhet të shërbejë si frymëzim dhe inspirim për ta kërkuar dijen dhe për të sakrifikuar për të. Kërkimi i diturisë është obligim për secilin prej nesh. Kështu na ka urdhëruar profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Të gjithë njerëzit dhe të gjitha vendet meritojnë respektin tënd, por shërbimin dhe përkushtimin duhet ta meritojnë të parët vendi dhe populli yt. Doktor Boja u kthye në vend dhe shërbeu, duke ndjekur kështu shembullin edhe të hoxhallarëve tjerë që përkundër ofertave që kanë pasur, kanë përzgjedhur të qëndrojnë në vend. Angazhimin me urtësi e maturinë, veçmas në ambiente dhe rrethana tjera, siç ka qenë vendi ynë, me qytetarë të komunitetit islam dhe të krishterë, i rrethuar nga shtete edhe armike siç është Serbia, i sprovuar me luftra e dekadencë ekonomike e arsimore. Përballë këtyre sfidave, vetëm një lider vizionar mund ta ruaj unitetin dhe stabilitetin. Doktor Boja ka ofruar shembull të personalitetit shumë dimensional, të një hoxhe intelektual. Ai është njohur më shumë si hoxh, ndryshe kontributi i tij, siç edhe pa më parë, nuk ka munguar në asnjë fushë ku është thirrur për të kontribuar. Ai ka qenë edhe diplomat dhe me vlerësimet e prorëve të tij në këtë fushë ka shërbyer me nder. Zoti e mëshiroft doktor Xhebojën dhe shpërblet për kontributin që ka dhënë.